Wi-Fi falas kudo në Shqipëri. Shumë shpejt në qendrat kryesore të qyteteve dhe institucionet më të rëndësishme publike do të kemi akses në internet falas fal një investimi të Bashkimit Evropian dhe qeverisë gjermane. Kjo do thotë se nëse po vizitoni një qytet të Shqipërisë dhe doni patjetër të publikoni atë foton apo videon që sapo realizuat, atëherë me internet falas në atë shesh do të mund ta realizoni. Kjo gjë është jashtëzakonisht shumë e vlefshme mbi të gjitha edhe për turistët. Wi-Fi for Western Balkans është një projekt i cili realizohet për herë të parë në vendin tonë. Vodafone Albania në fakt është kompania e përzgjedhur për implementimin e këtij projekti në të gjithë Shqipërinë. Të gjitha bashkitë e vendit kanë patur mundësinë të sugjerojnë një apo disa zona, të cilat ata i gjykojnë si më të përshtatshme për të ofruar këto shërbime. Në bashkëpunim me skuadrat tona, ne tashmë do të punojmë ngushëllisht me të gjithë përfaqësuesit e bashkive në të gjithë vendin për të përcaktuar detajet dhe mënyrën më të mirë për të implementuar këtë shërbim në çdo bashki. Pak ditë më parë u firmos edhe marrëveshja midis Bashkimit Evropian, GIZ dhe Vodafone, por cila është faza e radhës pas firmosjes? Menjëherë pas firmosjes së marrëveshjes, skuadrat e Vodafone bashkë me partnerët janë duke punuar ngushëllisht me përfaqësuesit e bashkive për të identifikuar zonat finale dhe për të bërë të mundur planifikimin përfundimtar para fillimit të implementimit, i cili pritet të zgjasë disa muaj. Wi-Fi do të operojë si një shërbim i cili nga njëra anë do të jetë lehtësisht i aksesueshëm në të gjitha këto zona të parapërcaktuara. Por nga ana tjetër do të jetë i mirë menaxhuar nga një sistem qendror të cilin Vodafone po e ndërton specifikisht për këtë projekt. Ky sistem do të garantojë cilësinë e lartë të ofrimit të shërbimeve dhe nga ana tjetër do të garantojë sigurinë kibernetike, e cila në ditët ku po jetojmë është një nga gjërat më të rëndësishme. Me internetin që sot na ndihmon të bëjmë pothuajse çdo gjë, personalisht mendoj se lidhja është më shumë një e drejtë se sa një privilegj. Po ty, si të duket ky lajm?